Ikim për të blerë disa make-up bashk në Berlin. Okej, nga të janë nisim. Një highlighter në Rare Beauty. Dua të marr këtë press setting powder. Nuk e di kë nga këto të dyja të marr light medium apo medium të contourin e Makeup by Mario. Kjo do ishte më shumë për ngjyrën time tani, po do nxjem shumë në verë. Mendova se nuk i kishin këto të House Lab, po e gjeta. Jam me dystyre të dyjave. Ose të shadin, ose këta. Kam parë që Huda ka nxjerrë si këto, ka nxjerrë një mas pak më të vogël, për me një paketim tjetër më të lezetshëm, që është fiks si ky paketimi i madh. Ato doja të mira, po nuk pas kanë dalur akoma. Kemi blushet e Hudës. Ndoshta marr përsëri këtë, se më ka mbaruar. Më saktë më është thyer, shikon sa bukur i ka këtë xhixa. Doja të merja të concealer në Hourglassit, po nuk e gjeta. Ishte pak a shumë si ky shade këtu. Po ai është pak më shumë full coverage se kjo, prandaj nuk e di këtë të marr. Ose pres ta marr atë online, po më duhet një concealer soft. Okej, tani jemi te Douglas, do të marrim çfarë produkte për vetulla. Dua patjetër një eyebrow gel mini. Tu kam pasur datë produkte tek më gret, po i pas kanë hequr. Kemi marrë shampo me vete, dhe të shampon përdorim edhe në Tiranë. Nuk mora dot atë shumë gjëra sa doja të merja. Shumicën e tyre nuk e gjeta dot, por kam marrë këtë highlighterin e Rare Beauty. Mendova se ky shade do ishte perfekte për mua, po është pak fare errët, prandaj këtë e kam vënë motrës. Një gjë që më pëlqeu shumë që kam vendosur deri tani është ky blushi House Lab. Duhet marr patjetër dhe shades e tjera. Nga House Lab doja të merja dhe një concealer brush. Brush shopping ditën e parë, çfarë nuk gjeta, i porsitam online dhe nuk na erdhe në kohë. Nuk e di pse kishte disa vonesa të ndryshme për të gjitha këto gjëra që kishim marr. Është dhe ky setting powderi nga Fenty Beauty, që vjen dhe me një powder puff. Tjetër mora këtë bronzer stick të Marios dhe përfundimisht mora shading light medium. Më mirë që nuk mora atë që ishte më errët, se ky më rinte shumë bukur. Dhe gjëja e fundit që mora është ky eyebrow gel. Do merja shumë më shumë, po nuk gjeta. Doja të merja dhe atë concealerin e Hourglass, ca new lip glosses, dhe të gjitha ishin online. Motra i ka kthyer produktet, se nuk kam se si të marr më tani. Por kam porositur disa produkte në një faqe online, prandaj kur të vinë ato do i tregoj përsëri.